Para të thot pejgamberi Allahu, rifkan bil qawarir. Keni kujdes, mos i theni qelçin. Gratë janë qelçi, janë kristali. Kur ta mish ata ngadal. Për shkak se nëse e lëndon dhe e then, e lëndosh do të lëndohet edhe zemra yt. Gruaja është më e shtrenjtë se diamanti. Për atë arsye në Islam e ruajna gruan më shumë se sa diamanti. Po. Sanin e shtraj, sanin e vlefshëm duhet me rujt shumë. Ne nuk e ruajmë për xhelozi dhe me mbyll për dënjas, por e ruajmë se dojna me qenë ajo krenare, me qenë e lumtur ajo. Çfarë burri është ai i cili gruan e vet e shtin me çajt? Do thonë burr i vërtet është ai që gruaja e tij kur nuk çan për ti, prej ti, por gjithnjë nëse ka nevojë të çaj, çan për te. Ai e ka thonë vdekjen e tij, edhe unë e kam përkthy kështu, përndryshe unë kisha thonë jo detyrimisht vetëm për vdekjen. Çan edhe për smundjen e tij, çan edhe për gripin e tij. Gruaja çan edhe për shqetësimin e burrit vet. Gruaja çan edhe për çarit, për lothin e burrit vet. Gruaja me e pa burrin tukajt kanë. Mendoj se është gjithnjohur një gjë e tillë. Edhe kjo nëse ndodh tregon se sa të afërt janë dy bashkëshortet ndërmjet vete. Gruaja se ata e plotësojnë njëri tjetrin. Ajo butësi dhe ajo ndjeshmëri e cila i mungon burrit, atë e plotëson gruaja. Po fatkeqësisht disa burra çat butësi, çat një ndjeshmëri e cila kur u vije si mundësi edhe i plotëson ata e kishpërdorin pastaj. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri nga ju është ai i cili sillet më mirë me gruan e tij. Nëse dikush pretendon se jam i mirë, atëherë mund të kthehet në peshorën trajtimin si e trajton gruan e tij, aq është i mirë te Allahu. Dhe aq ka mundësi ai ta dinë se sa është i mirë me gruan e tij, aq është i mirë edhe me të qartë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që i rrahin gratë, ata që i përdorin dhunë ndaj grave, nuk janë nga të zgjedhurit e ju. Kur e tha pejgamberi Allahut, kur e kishin zakon arabët, sikur shqiptarët, që t'i rrahin gratë të tyre. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbram u ankuan shumë gra, erdhën te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për keq trajtimin e tyre. Dinë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jep një mesazh publik dhe thot, wallahi, pasha Allahun, nuk janë ata të zgjedhurit, nuk janë ata të mirët. Pra si ka mundësi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të thot ketë që Aisha transmeton dhe thot dora Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lëndu as një gru, nuk i ka mshu as një gru, as një herë në jetën e vet. Nuk e ka lëndu as një shërptor, nuk e ka lëndu as një njeri. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka përdor dhunë vetëm në rast se ka qenë në luftë. Atëherë ka përdor dhunën për çka se për ta sfidu armiku. Kur është pyet profeti alayhi salam, o i dërguar i Zotit, cilën njeri ndaj tina më së shumti kam obligim në këtë dynja? Ka thënë nana jote. Po pastaj kush? Prap nana jote. Po pastaj kush? Prap nana. 3 herë thot nana jote, herën e 4 baba jote. Mirë. Nana më respektu, pra nana në kontekst në raporteve fëmijë është shumë përpara babës. Mirë. Unë jam burr me torturu gruan, pa i ti është burr, ajo është gru. Ti je krijesë e Zotit, ajo është krijesë e Zotit. Ti ke shpirt, ajo ka shpirt. Nuk ka rregull ajo, ose tek ne shqiptar për shembull. Gruaja është përdorur për bashkëshorte. Gruaja është përdorur për punë fushës. Gruaja është përdorur për edukimin e fëmijëve. Dhe atë njëjtën kohë, deri vonë tash, ka qenë edhe grua, edhe burr. Dhe jo vetëm kaq, por gojen me mbyll kur përjet as z, as bar. Kjo është e papranueshme. Kjo është torturë ekstreme. Kjo është torturë ekstreme e cila e nxjerr prej natyrës së vet femrën dhe ja vesh dy gjinit, dhe natyrisht e dërmon dhe shkatërron femrën. Nganjëherë lëndimi i zemrës dhe lëndimi i ndjenjave është më i rëndë se sa lëndimi fizik. Të pas parasysh se lëndimet fizike shpeshherë trajtohen edhe kalojnë mend, ndërsa ato plagë shpirtërore shpeshherë mbesin edhe pa u trajtuar, e si të këtilla mbesin të pashërueshme. Plot njerëz e kanë keq kuptuar burrnin duke menduar se burrnia matet me vrazhdsinë që ai e manifeston në familjen e vet. Edhe kjo është absolutisht e gabueshme. Për arsye se unë mendoj se
burrnia pikërisht matet me butësinë që njeriu e manifeston në familjen e vet. Femra do ta kuptoj natyrën e saj, Zoti ka krijuar femrën tërheqëse, lakmuese, lakmoj njerëzit të të, është tërheqëse atë synin e njerëzve edhe dorën e njerëzve. Po pra, Zoti ka krijuar të atill dhe është të çmuar diamantin pse rujnë me policë, rujnë atje me rojat sigurimit hatashme, se është i shtrejt. Gruaja është më e shtrejt se diamanti. Për atë arsye në Islam e rujna gruan më shumë se sa diamanti. Po sanin e shtraj, sanin e vlefshëm, duhet me rujt shumë. Ne nuk e ruajmë për xhelozi dhe me mbyll për dënjas, por e ruajmë se dojna me qenë ajo krenare, me qenë e lumtur ajo. Pra, pas ka pabarazi gjinore, gruaja që ka më çmuar se sa burri. Po në shumë sa në me shmorë se burri, po e vërtet është, e vërtet, se gruja, sa për një fakt, një dëshmi, një argument, gruja në Islam nuk kërkot kur prej saj, edhe nëse është milionere, qofte ka trashëgu prej babasë vetë, qofte ka bo biznis, ja ka dhonë Zoti, as një cent, as një lek, nuk e ka obligim, mja dhonë burrit saj dhe as fëmijëve të saj. Ku gjongë shtë në shoqëri të regam? Ku gjenë? Ndërsa shoqërinë perëndimore, që ne po synojnë ma antarësu në perëndim edhe na që synojmë, natyrisht jemi pra, por jo me krejt kulturën, sepse atje femra do të më bëmë më që me punu, ta qetë prej shpisaj, aj ta qetë prej shpis, ta mërthen jashtë. Po në Islam Jo në Islam, aje nuk e ka për obligim as një cent, as një lek, mja dhonë burrit, as fëmijëve, as kërkujt. Burre ka obligim është qykte. Ku ka privilegj më të madhe të regom ti mua? Ku ka privilegj më të madhe? Pra atë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, keni kujdes në gratë. Gratë janë të krijuar nga briri. E njerëzit e ku keq kuptojnë briri, domethënë e shtremt. Jo. Bririn për ta drejtuar duhet avash. Duhet kohë. Duhet përgdhelje. Për këtë arsye dhe ka mundësi dhe briri të drejtohet, i mor po ngadal. Nga se briri nuk drejtohet për një ditë. Thot nëse tenton ta drejtosh atë shpejt, do ta thajsh bririn. Thirrja e bririt thot është korrizimi. E si çka të veprojmë me disa gratë të cilët nuk e respektojnë burrin, nuk e respektojnë familjen, nuk e mbikëqirin, nuk kujdesen për shtëpinë e tyre, nuk veprojnë, rebelohen, atëherë ka thonë këshilloni në formën më të mirë, më edukative. Po e këshilluam që ka kohë, ka vite, s'ka mundësi, thot jepja një mësim tjetër, thot mos i distanconi nga shtratët, po ktheja shpinën kur je në shtrat. Ta kupton se burri nuk është i disponuar me sjelljen tonë. Po dhe ky element edhe nëse nuk sjell dobi, atëherë thot alternativa nëse shihni se kjo gru don të jeton me ty. Përndryshe nuk i lejohet besimtarit as ta distancon në shtrat nëse gruaja kërkon ndarjen, dëshiron të ndahet, Allahu ka porositur në Kur'anin e Kerim. Thot mos i mani gratë e juaja me dhunë, me imponim, që ti dëmtoni ata. Pra, ka thonë lironi, po gruaja dëshiron të jeton me ti. Megjithatë, kodin ende nuk i keni gjetë. Atëherë, Allahu porosit dhe thot, kur e përmenë rrahjen, ka nërë komente që thotim në Abasi, thot me çka ta rrahmi, ka thonë me misvak. A di çka misvaki? Jo. Misvaki është si ku lapsi që shkuj. Thot dhe mos me jam shumë më shumë se ditë më shumë, që i mos me lënë shenjë dhe mos më mshu në ftyrë. Pra ka gratë të cilat në këtë kontekst, këtë mënyrë, ka mundësi të përmirësohet. E thot pastaj nëse ata rikthehen dëgjimin dhe respektimin tuaj, asesi nuk keni të drejta t'i lëndoni t'i prekni.